O Turi, të vitë shikoj atë likon e domate. Afroj çika tjetër. Çfarë i rrugë? Çfarë domatesh? Jo, ma ja, u shkëtu. Jene tu. Mirë. I ke shkëtja. Drejtorin çaj kishte. E ropi drejtorin kishte. E ropi. Mi thash, ti tash në spas ke para më shihni tash. Në YouTube se kalon në YouTube atje edhe unë kam nxjerr maman, dëgjoni? Shumë mirë që e telefon. Jemi se son po të skadë. Kam ma shumë, e gjeni kohën. Jo, ma tani ti... Do ma qatë lojnë, mos qatë lojnë, por jo tani... Edhe ato kur ishte në punë i veshur, mjerte. Se ku trazoj shekerin. Nike. Po ti vada, ne ti vada të pak. Boss. Likon e domates e kemi filluar neve të parët liko bonjo. Në fillim e filluam pak se kishim merak si do dilte, po na doli shumë mirë, të tërë kanë mbetur të kënaqur, e pëlqejnë shumë, të gjithë që vinë e kërkojnë procesi domates. Në fillim marrim kukrën e domates. I japim një val të lehtë. Jo val, sa e ndjen në ujë për 1 minutë, e heqim, i heqim cipën, e të shpojmë, e vëm në ujë me gëlqere, pasta e marrim me shplaj mirë, përgatitim sherbetin, edhe përfundojmë. Është shumë i kërkuar ky produkt? Shumë i kërkuar. Të gjithë që vinë na e kërkojnë. Në raport me produktet e tjera të pikut, të qershis apo... Shko, neve do me thënë të gjitha i kemi shumë të mira me cilësi edhe nuk e zë për shembull likoja likon për vitin tjetër. Po mbas arrës
vjen domatja Paltuxhani, që e kërkojnë. Si produkti i ri që është edhur, që e kemi edhur, e kërkojnë shumë. Çfarë të veçantë ka gliko domates në raport me glikot e tjera? Shalqini liko e vjetër, fiku liko e vjetër. Do një kujdes të veçantë për pregaditje. Ne mundohemi me të gjitha mënyrat që ta nxjerrim sa më të mirë. Punishtja jonë është punishtet ndër të para të likove të përmetit. Pronari Dimitër Bonjo ka qenë teknologu i parë që e ka hapur këtë punishte. Si pastaj filluan të tjerat në mbrapa. E filluan në pak, derisa filloi që prodhimi të rritej. Duke parë ecurinë e prodhimit, filloi të shtoj dhe prodhimi, mbetën të kënaqur njerëzit, sa vinte shtoj më mirë. Shikoj, ne prodhojmë shumë, do me thënë të gjitha llojet e glikove që bëhen, portokale, nerëndzë, fiku i egër, liko e arës, Paltuxhani, domaten, shalqini, shumë lloje. Cili produkt është më i tërhequr? Të gjitha. Të gjitha produktet janë të tërhequra, nuk mbetet për shembull një prodhim ta zër një prodhim për vitin tjetër, pasardhës. Nuk më thua, çfarë teknologji përdoret? Tradicionale? Tradicionalja, vetëm tradicionale. Ujë, sheqer, kush është për në glicere? Po, në glicere? Të gjithë mundohen që t'i bëjmë për më mirë, por ne kemi tradicionalen, të parën, ecim në rrugën e Dimitër Bonjos, edhe nuk e kthejmë dhe ndaj dhe prodhimet tone janë shumë të kërkuara dhe ne jemi të kënaqur.